Në ditën e dytë të samitit javës së zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi, organizuar për presidentit Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kryeministri Edi Rama bëri batuta me moderatorin me origjinë greke. E vazhdoi atë kur ju tha se kishte 14 minuta kohë bashkë me Miloj Kospajic, kryeministër, për të folur për çështje të lidhura me energjinë e rinovueshme. Në një farë mënyrë jemi me fat, ju e thatë, sepse kemi burimet hidrike dhe jemi 100% me energji të ripërtëritshme, nuk kemi energji nga karburantet fosile. Pra këtu jemi tek niveli më i lartë i renditjes tek në këtë botë të re. Mos harroni sidoqoftë që hydro, pra burime ujore, do të thotë që ne varemi nga mori Allahut. Kur Allah qesh shumë dhe nuk qanë, atëhere nuk kemi shi dhe kështu na duhet të t'i drejtohemi importit dhe më pas kjo bëhet e vështirë. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke pasur 100% energji të gjelbër. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Ndërkohë, siç e thatë, kemi një bashkëpunim strategjik dhe me qëra fjala dua të them se kjo ka ndodhur fal këtij vendi e fal udhëheqësit të madh tuaj që ka vizionin e njerëzimit që shkon përtej kufive. Rama u ndal dhe te reformat digjitale të ndërmarra nga qeveria shqiptare dhe rolin në rritje të inteligjencës artificiale në administratën publike.